Pasi jemi në prag të festës së Kurban Bajramit, kam sjell mënyrën se si bëj unë pjekjen apo zirjen e mishit të kurbanit pa ujë në një mënyrë shumë thjeshtë. Kam sjell mënyrën e marinimit. Besoj se kam ju pëlqyer receta, ku ta shihni videon në vazhdim. Filloj me përgatitjen. Këtu kam dikun rreth 3 kg me mish kurbani apo mish qingji, cilën e kam larë mirë dhe kam coptuar në copsa kështu më të mëdha. Unë e kam pas të freskët, nuk e kam ngri fare. Ju mund që ta largoni nga frigoriferi qoftë është i ngrirë dhe mund që ta shkrini, ta lani, ta coptoni dhe ta përgatitni. Në fillim e bojna marinatën. Për marinatën na nevojitet krep. Kështu hedhim krep mbi sipërfaqen e mishit me majë të gishtave. Dhe hedhim biber të zi në topta. Unë kam një paketim 10 gramësh. Kështu gjysmën e paketimit ja shtoj nga njëra anë, gjysmën nga ana tjetër. Biberi zi ndihmon që t'i largohet aroma e qingjit dhe i hedhim vaj. Mjaftueshëm. Marrim secilën pjesë të mishit dhe me anë të duarve e përhapim marinatën nëpër gjithë pjesët e mishit. Në mënyrë të njëjtë veproj me gjitha. Kështu. Dhe e kthej mishin nga ana tjetër. Që dhe nga ana tjetër të bëjmë marinimin. Ngrohem që marinatën dhe me anë duarve ta përhapim dhe kështu duke kthyer mishin nga ana tjetër. Dhe nga ana tjetër i hedhim krep. Dhe hedhim gjysmën e paketimit tjetër me biber të zi dhe vendosim kështu disa fleta ruzmarin të freskët. Ndihmon që t'i largohet aroma. Hedhim përsëri pak vaj, jo shumë, pak. Dhe ja shtojmë këtë salcën nga maki. Vetëm se nga njëra anë, pasi nuk i kam shtu melmeza, dhe kjo salca gjinden gjithë llojet e melmezave. Unë i kam shtu vetëm krep, kështu vetëm nga njëra anë i shtoj mishit nga salca. Mjaftueshëm është. Dhe tepsinën e mbuloj kështu me foli alumini. Mirë nga gjitha anët. Dhe tepsinën e vendosim në frigorifer tek vllati dhe e lajmë të qëndrojë më së paku për 10 orë. Zakonisht ne përgatis nga mbrëmja dhe e lajmë të qëndrojë për gjithë natën në frigorifer. Pasi mishi është marinuar, ka qëndruar për gjithë natën në frigorifer. Mund që dhe mos ta lini për gjithë natën, që ta marinoni dhe me njëherë ta përgatitni, mirë po kështu i marinuar më mirë do del. Marrim një tenxhere me presion apo një tenxhere të tillë çeliku apo një tavë balte, varet se në çka doni që ta përgatitni. Unë kam një tavë çeliku dhe na duhen 2 qep, kështu, në qep mesatare, disa fleta dafline, disa thelbi hudhër dhe si bazë na duhet një dardhë. Tash marrim njërën nga qep dhe e vendosim kështu në copsa të mëdhaja, do e vendosim në tenxhere. Prej në copsa kështu. Qepa do jep një shije shumë të mirë mishit. Dy thelbi me hudhër. Dhe i prej në fleta më të holla, disa fleta dafine, dhe marrim dhe vendosim një pjesë të mishit. Kështu, mbi qepët e coptuara.
Fletat e ruzmarinit apo degët nuk do i hedhim. Tek mesi do hedhim dardhën. Dardhën dhe flejmë kështu në feta të hova. Dardha ndihmon që t'i largohet aroma qengjit, që mos të ketë një aromë të cilën nuk e pëlqen shumica e njerëzve. Flejmë kështu në feta të hova dhe dikon nga mesi ja hedhim. Një dardhë është mjaftueshëm. Largojmë fara dardhës. Vendosim dhe pjesën tjetër të mishit. Kam marrë kështu një tenxhere më të madhe, pasi kam më shumë. Kam vendosur gjithë mishin, kam harru që të cek që tenxherja patjetër duhet të jetë lloji që nuk nxeh. Tash lëngun i cili ka ngel nga marinata e hedhim kështu në tenxhere. Dhe sipër hedhim qepën tjetër, kështu sipër mishit. Fletat e dafinës, hudhrat, coptoj në copsa më të vogla. Tash tenxherës ja vendosim kapakun dhe këtu kam përgatit brumë sikur të pitëve. Nuk ka rëndësi që brumi t'i hedhni krip, vetëm se duhet jetë brumi si i pitëve, pa maja buke. Kështu kam hedh një pjesë të millit dhe me ujë e kam përgatitur. Tash me brumin mundohem që ta mbylli tenxherën kështu, ta vendosi nga pjesa e kapakut dhe me majet gishtave shtypi që të bëhet ngjitja mirë, ja se si mos të del avlli gjatë zirjes. Të gjithë ju që keni tenxhere me presion, mund ta bëni pa fije problemi. Po kjo është një teknikë të gjithë ato të cilët nuk kanë tenxhere me presion apo kanë frikë që ta përdorin këtë mënyrë, do ja dalin dhe shumë mirë bëhet zirja, pa pikë uji, bëhet zirja e mishit. Kështu mundohem nga gjitha anët mos të lë asnjë vrim të vogël. Sa më shumë me maje gishtash shtypi qoshet. Tenxherën e vendosim në zjarr, kam bërë ngjyrë mirë të tenxherës, që me kapak me ndërgjit, dhe gjitha anët që me maja gishtave jam mundu që ta ngjyrë mirë. Dhe kam lënë një pjesë të brumit, një pjesë të vogël, të cilat do më rritet më pas, kur ka nevojë, tash e vëzë zjarrin dhe të mbrapshin mesatare e zi për një orë. Pas një ore e kontrolloj, i vendos se ka nevojë dikon që është hapur, i vendosim nga brumi i rrjedhës. Pas një ore zirje, bëhet kontrollimi. E shikojmë kështu nga ana e brumit sa është formuar ndonjë vrim. Nëse është formuar ndonjë vrim, atëherë marrim nga brumi dhe e mbulojmë kështu me brumin, nuk e hiqim zjarrin dhe e lojmë pak që të largohet avli, si që vërejmë që është një vrim, vetëm se pak dikon për disa sekonda dhe ja vendosim brumin. Patjetër duhet që të piket zjarri, se përndryshe nuk bëhet lindja. Dhe të tenxherja me presion, veproni në mënyrën e njëjtë, kështu,
e hapni tenxherën dhe kontrolloni. Sa është bërë zirja, në fund të ketë tenxherja do e lëm kështu rreth 2 ore me bron, sepse nuk guxoj se ka bëj hapjen. Kam mbyllur këtë grumën dhe përsëris vezi zjarrin dhe në temperaturë mesatare do e zi dhe për 1 orë tjetër. Masa zihet mjaftësisht, tash e largojmë nga zjarri. Pasi tenxherën e kam larguar nga zjarri, marr një furrë dhe pres kështu në pjesët nga është brumi, që të bëhet hapja sa kafshët më lehtë. Dhe të gjithanë. Vetëm se duhet të keni shumë kujdes kur bëni hapjen. Tash me shumë kujdes të largohet kështu patate. Tash morim një tepsi të madhe dhe kaloj gjithë. Siç e shihni është për ne shumë lëng, edhe pse nuk i hedhëm ujë dhe zirjet, dhe kjo e bën që të zihet një mirë e të bëhet si lekë. Morim një lukë apo një kujdes dhe largojmë mashën. Kalojmë gjithë një tepsi. Kam kalu gjithë mishin, dhe vërejnë dhe rrasë të mishin e shijet si në kohë, tash e fusim në furrë, temperaturë 250 gradë rreth 20 minuta. Kam larguar mishin nga furra, është shkahur mjaftueshëm, e laj ftohët dhe është gati për konsumim. Ju demonstroj nga afër se si ka dalë bukur. Ja, si duket, ndahet pije, nëse ju ka pëlqyer motra dashura, mënyra se si bëj unë zirjen dhe pjekjen e mishit të kurbanit në një mënyrë shumë unike pa ujë. Ju që e përgatitni në këtë mënyrë dhe mirë, ju falenderoj që ndajt po vazhdimisht për recetat e mia, urime festa Bajramit. Ju ndëqin nga sesa shqiptare deri në festën e radhës.